2 dhjetor 2025, jemi në ditën e Marsit, dita e balancave të reja. Përshëndetje, unë jam astrologja Tenisa Shyle. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë kësaj dite. Ana tashmë ka filluar udhëtimese tek shenja e Demit. Dhe ky është në të vërtetë një ndikim pozitiv, por duke qenë se ka një kënd negativ me drejtuesin e kësaj shenje, pra me Venusin, kjo thotë që mund të hasim me të papritura jo të këndshme. Gjithsesi, në qoftë se ruajmë qetësinë, mund të bëhet edhe një ngatitje më pozitive për të kryer balancat, të cilat deri në këtë moment mund të na kenë munguar si në marrëdhëniet tona personale, po ashtu edhe në lidhje me të ardhurat materiale. Me vendosjen e Venusit tek shenja Shëgjetarit, fati është të shtuar për të gjithë ne, kemi një krim të vërtet shumë të lartë. Kjo vendosje na dikton që të fokusohemi vetëm tek gjërat të cilat kemi ekspertizë. Ndërkohë që socializimi, marrëdhëniet që kemi me njëri tjetrin, çështja e ditës janë vërtet shumë pozitive. Merkuri tashmë ka mbaruar retrogradën, mund të shikojmë edhe detaje të fshehura dhe mund të përdorim ato në avantazhin tonë. Prandaj dhe të gjitha socializimet gjithë ditën mund të shndrohen edhe në diskutime vërtet shumë të zjarrta. Jemi drejt një hëne të plotë e cila tematika kryesore ka thashë temat, prandaj duke filluar nga kjo ditë do të këshilloj që të jemi më të kujdesshëm në atë çfarë themi dhe atë çfarë besojmë. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.